Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në Scan Review me mua Ernida Luzi për të njohur me zhvillimet kryesore ekonomike të javës. Në lajmet kryesore që shënuan javën veçojmë, Bashkimi Evropian kërkon që Shqipëria të përshpejtojë moshën e daljes në pension për burrat dhe gratë. Bashkimi Evropian ka bërë publik qëndrimin e tij për negociatat me Shqipërinë lidhur me grup kapitullin 3, konkurreshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Regjimi i lirë i kursit të këmbimit që përdor Shqipëria i mundëson kësaj të fundit që të përballojë më mirë krizat, ndërsa i jep edhe më tepër autonomi monetare në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Kështu është shprehur Fondi Monetar Ndërkombëtar në një prej raporteve të tij më të fundit. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, numri i transaksioneve të kryera përmes sistemit AIPS Euro në periudhën janar-prill 2025 ka arritur në 114.000, ndërsa edhe shuma e pagesave të realizuar nëpërmjet këtij sistemi në fund të 4 mujorit rezulton 1.8 miliard euro. Mbi 1.5 milion është numri i kartave bankare që zotërojnë shqiptarët. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në 3 mujorin e parë të vitit 2025, bankat kanë lëshuar 33.000 karta të reja. Në krahasim me fundin e vitit 2024, kemi një rritje me gati 2.2% të numrit të tyre. Shqipëria ka potencial për të bërë një eksportuese e shërbimeve kompjuterike, u shpreh guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko, ndërsa drejtoresha e Bergj në Shqipëri theksoi se Bergj do të mbështetë zgjerimin e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe zhvillimin e infrastrukturës në Shqipëri. Ndërkohë, për më shumë informacion, ndiqni materialin e përgatitur nga Departamenti i Informacionit në Scan TV. Bashkimi Evropian kërkon nga Shqipëria që të përshpejtojë moshën e daljes në pension për burrat dhe gratë. Bashkimi Evropian ka bërë publik qëndrimin e tij për negociatat me Shqipërinë lidhur me grup kapitullin 3, konkurreshmëria dhe rritja e gjithëpërfshirëse. Në dokument BE thekson se Shqipëria kërkon më tepër kohë për transpozimin e direktivës së Këshillit mbi zbatimin progresiv të parimit të trajtimit të barabartë për burrat dhe gratë në çështjen e sigurimeve shoqërore, konkretisht dhe në fund të vitit 2026, me qëllim barazimin e moshës së daljes në pension midis burrave dhe grave. Për të vendosur mbi këtë gjë, Bashkimi Evropian ka kërkuar më tepër informacion Shqipërisë lidhur me planet dhe projektet në reformën e pensioneve. Zbatimi i politikave për energjinë e rinovueshme nga Shqipëria është përmbushur në masën 61%. Raporti i fundit i Komunitetit të Energjisë jep të dhëna mbi ecurinë e disa treguesve, ku vendimi paraqitet shumë mirë në disa tregues dhe më dobët në disa të tjerë. Kështu sa i takon arritjes së disa targeteve për energjinë e rinovueshme deri në fund të vitit 2030, zbatimi rezulton në masën 88%. Sipas raportit, objektivi i arritjes në 54.4% të energjisë rinovueshme në konsumin total të energjisë është në përputhje me objektivin e vitit 2030 të vendosur nga Komuniteti i Energjisë. Një tjetër tregues është cilësia e skemës së mbështetjes, që vlerësohet në masën 90%. Sa i takon vetë prodhimit, zbatimi raportohet në masën 75%. Regjimi i lirë i kursit të këmbimit që përdor Shqipëria i mundson kësaj të fundit të përballojë më mirë krizat ose goditjet ekonomike që vijnë nga jashtë, ndërsa jep edhe më tepër autonomi monetare në krahasim me vendet e tjera të rajonit që kanë euron si monedhën e tyre kombëtare ose përdorin një regjim të fiksuar të kursit të këmbimit. Kështu është shprehur Fondi Monetar Ndërkombëtar në një prej raporteve më të fundit të tij. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria dhe Serbia përdorin sisteme që kanë objektiv kryesor mbajtjen në kontroll të inflacionit me një kurs këmbimi të menaxhuar në rastin e Serbisë dhe një regjim të lirë të kursit të këmbimit në rastin e Shqipërisë. Kjo jep më tepër mundësi bankave qendrore përkatëse që të ndërhyjnë në normat e interesit dhe të përgjigjen gjithashtu goditjeve me mjetet e tyre, pra të kenë më tepër pavarësi. Jo vetëm në sezonin turistik, por për gjatë gjithë vitit, Shqipëria nga viti në vit po përballet me krizën e punonjësve, por ndryshe nga krizat e punonjësve të pakualifikuar, tashmë po kthehet në problem serioz edhe largimi i trurit pra i punonjësve të kualifikuar. Ata po joshen nga karta blu e BE-s, e cila është një leje qëndrimi dhe pune, e cila u jepet qytetarëve, të cilët vijnë nga vendet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por që kanë kualifikime të larta profesionale. Ndër profesionet që kanë prioritet janë financat dhe kontabiliteti, mjekësia dhe shkencat mjekësore, teknologjia e informacionit, inxhinieria dhe tjera.
Sipas dhënave të publikuara së fundmi nga Banka e Shqipërisë, numri i transaksioneve të kryer përmes sistemit AIPS Euro për periudhën janar-prill 2025 ka arritur në 114.000, ndërsa edhe shuma e pagesave të realizuar nëpërmjet këtij sistemi në fund të 4 muajorit rezulton në 1.8 miliard euro. Në krahasime të jetën periudhën e vitit më parë, kemi një rritje prej 21.7% të numrit të veprimeve me AIPS Euro, ndërsa edhe vlera e transaksioneve ka shënuar një rritje me 21.8%, por gjatë muajit prill janë kryer më shumë pagesa me AIPS se në çdo muaj tjetër të këtij viti. Konkretisht në prill u realizuan mbi 33.000 pagesa, të cilat kapin një vlerë prej 536 milionë eurosh. Shifrat flasin për një rritje prej 22.5% të numrit të transaksioneve dhe me 18% të shumës së tyre të llogaritur me muajin prill të vitit 2024. Zbatimi i sistemit AIPS Euro ka siguruar kursime të konsiderueshme, të cilat deri në fund të vitit 2024 përllogariteshin rreth 100 milionë euro. Operimi i trenave të pasagjerëve në rrjetin kombëtar hekurudhor mund të jepet me koncesion. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe programi Connecta 2 financuar nga Bashkimi Evropian po zhvillojnë propozime për të dhënë një kontratë shërbimi publik, teksa disa projekte hekurudhore janë në zhvillim. Sipas hekurudhës shqiptare, ministria ka porositur një konsultim paraprak të tregut për të vlerësuar interesin e një kontrate operimi për pasagjerët dhe për të mbledhur reagime në mënyrë që të sigurojë një proces tenderimi transparent, konkurrues dhe efikas. Operatori i zgjedhur i trenave do të furnizojë dhe ndoshta do të mirëmbajë trena të rinj, të dorës së dytë ose të marrë me qira, dhe gjithashtu mund të kërkojë që të mbledh tarifat. Kozjata e kontratës dhe modeli i shpërblimit do të përcaktohen bazuar në rezultatin e konsultimit të tregut, duke marrë parasysh ciklet e jetës së trenave, kostot e mobilizimit dhe nevojën për të siguruar një tender konkurrues. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka marrë pjesë në seancën plenare të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ndërsa foli për udhëtimin euro-atlantik të vendit. Kreu i shtetit theksoi përkushtimin e Shqipërisë ndaj mbrojtjes kolektive, meritjen e investimeve në këtë sektor. Veç përmbushjes së detyrimeve si pjesë e NATO-s, presidenti Begaj rikonfirmoi dhe qëndrimin e Shqipërisë krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Sipas kreut të shtetit, ky vizion nuk është vetëm në interesin kombëtar të Shqipërisë, është një domosdoshmëri për paqen, demokracinë, sundimin e ligjit, bashkëjetesën, bashkëpunimin dhe një të ardhme më të mirë për gjithë qytetarët që jetojnë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mbi 1.5 milion është numri i kartave bankare që zotrojnë qytetarët shqiptar. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në 3 muajin e parë të vitit 2025, bankat kanë lëshuar 33.000 karta të reja. Në krahasim me fundin e vitit 2024, kemi rritje me gati 2% të numrit të tyre. Kartat e debitit vijnë që të jenë më të preferuara, ndërsa ato të kreditit përbëjnë vetëm 8% të kartave me funksion pagese në Shqipëri. Megjithatë, nëse bëjmë krahasim në termat e rritjes, në janar-mars 2025 kemi pasur një shtim 2% të kartave të debitit dhe 3.5% të kartave të kreditit në krahasim me vitin e kaluar. Rreth 51% e kartave në Shqipëri janë Visa dhe 49% e tyre Mastercard, ndarje kjo që nuk ka ndryshuar. Një numër i lartë i kartave bankare është një tregues i rritjes së përfshirjes financiare, por gjithashtu edhe një tregues i orientimit të qytetarëve për nga pagesat elektronike dhe reduktimit të paras në kesh në ekonominë e vendit. Pasuritë e kryera në mënyrë të parishme nga qytetarët shqiptar do të gjurmojnë përmes një strukture të specializuar që do të ngrihet për këtë qëllim. Zyra e rikuperimit të aseteve do të jetë një prej tyre dhe një strukturë e posaçme qendrore që do të ngrihet në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, e cila do të jetë përgjegjëse për procesin e gjurmimit dhe identifikimin e të ardhurave, pasurive ose përfitimeve të tjera pasurore që lidhen drejt për drejt ose tërthorazi me një vepër penale ose veprimtari kriminale, të cilat mund të jenë objekti i vendimit sekuestrimi apo konfiskimi pas fillimit të procedimit penal. Drafti parashikon që kjo strukturë mund të shfrytëzojë me efikasitet databazën e të dhënave të policisë së shtetit mbi subjektet e veprimtarisë kriminale dhe pasurive të tyre dhe të gëzojë pavarësi operacionale të plotë. Qytetarët shqiptarë nuk mund të këmbejnë dot më shumë se 1 milion lekë në pikat e këmbimit valutor. Banka e Shqipërisë ka vendosur që të bëjë disa ndryshime në rregulloren për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor, duke shtuar kriteret për licencimin e zyrave të tilla, të gjobave që zbatojnë në rast të shkeljes së kuadrit ligjor dhe rregullator
apo për të kufizuar shumën e parave që mund të këmbejnë qytetarët shqiptarë. Vendosja e kufizimeve të tilla bëhet për të parandaluar pastrimin e parave apo aktiviteteve të tjera të paligjshme. Nga ana tjetër, Banka Qendrore ka shtuar si kriter për licencimin e zyrave të këmbimit edhe përshtatshmërinë, reputacionin e mirë dhe integritetin e aksionerit apo ortakut, pronarit përfitues dhe administratorit të subjektit përgjatë monitorimit të licencimit. Ndërsa sektori i turizmit po përballet çdo ditë më shumë me mungesë të fuqisë punëtore, një pjesë e mirë po e zgjidhin këtë përmes punonjësve nga Filipinet, ndërkohë që kërkohet marrje masash serioze nga qeveria shqiptare që kjo situatë mos vijojë më. Ndër këto masa është edhe subvencionimi i studentëve që ndjekin degë të hotelerisë i turizmit dhe i punonjësve jashtë periudhës së sezonit. Sipas së Zaktopuzit, vendi ynë mund të aplikojë lehtësisht modelin grek apo italian të turizmit, i cili ka një kosto minimale në raport me ndikimin që ka ky sektor në ekonominë e vendit. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, në Shqipëri kanë hyrë 2.4 milion shtetas të huaj, duke sinjalizuar një sezon të mbarë turistik jo vetëm veror, por edhe përgjatë të gjithë muajve të tjerë të vitit. Shqipëria ka një potencial për të bërë eksportuese e shërbimeve kompjuterike, u shpreh guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceko gjatë prezantimit të raportit të tranzicionit 2024-2025, ndërsa drejtoresha e Bergj në Shqipëri theksoi se Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të mbështesë zgjerimin e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe zhvillimin e infrastrukturës në Shqipëri. Pas guvernatorit Seko, politikat industriale sot nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e industrive të vjetra, por me nxitjen e sektorëve të së Përgjatë fjalës së saj, drejtoresha e Bergj theksoi disa nga prioritetet e bankës në Shqipëri, duke nisur që nga përmirësimi i infrastrukturës, zgjerimi i burimeve të rinovueshme të energjisë apo të rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë. Në vitin 2024, Shqipëria renditet ndër vendet me indekun më të thellë gjinor në punësim në Europë. Sipas dënave më të fundit publikuara nga Eurostat, diferenca mes normës së punësimit të burrave dhe grave në vendin tonë arrin në 12.6%, ndërkohë që mesatarja e Bashkimit Evropian është 9.2%. Ky tregues i njohur si indeku gjinor i punësimit mat diferencën mes normës së punësimit mes meshkujve dhe femrave të moshës nga 15 në 64 vjeç. Në Shqipëri për vitin 2024, norma e punësimit për gratë është në 62.4%, ndërsa për burrat 75%. Për krahasim, mesatare e Bashkimit Evropian është në 66.2% për gratë dhe 75.4% për burrat. Pavarësisht përmirësimeve të viteve të fundit, Shqipëria renditet ende në vend të 7 nga fundi në Europë për normën e punësimit të grave. Më keq se ne qëndrojnë vende si Serbia, Rumania, Greqia, Italia, por edhe Turqia. Në fund të 3 muajit të parë, transaksionet përmes home banking postuan një rënje të lehtë. Të dhënat më të fundit publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se pagesat e shlyera nga qytetarët shqiptar përmes aplikacioneve të bankave apo faqeve të tyre online ranë me 0.1% krahasuar me muajin shkurt. Sipas statistikave zyrtare, marsi regjistroi pagesa dhe transferta parash që kapi një vlerë totale për 196 milion lekësh. Megjithatë, në krahasim me 2024, veprimet e individëve dhe bizneseve nëpërmjet bankingut në shtëpi janë ndjeshëm më të larta në 2025. Kështu, transaksionet me home banking në 3 muajin e parë të vitit të kaluar ishin rreth 2 milion, ndërsa në muajin janar-mars 2025 arritën në 2.4 milion. Për këtë vit, bilancin më të mirë sa i përket home banking e ka pasur muaji janar, i cili shënoi rekord historik sa i përket numrit ashtu edhe shumës së veprimeve. Humbjet e energjisë elektrike në rrjet ulën përgjatë 3 muajve të parë 2025 në raport me të periudhë të vitit më parë. Sipas Instat, pesha humbjeve në rrjet në totalin e energjisë elektrike në dispozicion përgjatë 3 muajve të parë 2025 është në 21.1% nga 22% që ishte në 3 muajve e parë të 2024-s, duke shënuar kështu një ulje me 0.9%. Ndikimin në rënien e humbjeve të energjisë e ka dhënë edhe rrjeti i transmetimit. Pasi për rrjetin e shpërndarjes në 3 muajve e parë të këtij viti, shifrat rezultojnë në rritje. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes ndahen në humbje teknike dhe jo teknike, ndërkohë që sipas dënave të Instat, ndikim në rritjen e tyre dhanë humbje teknike, që vijnë si pasojë rrjetit të amortizuar. Kjo pasi humbjet jo teknike, ku futen vjedhjet e energjisë, kanë pësuar një rënje të ndjeshme. Pavarësisht raportit ulët mes kontribuesve dhe përfituesve, skema e pensioneve ka nisur që të përmirësohet. Të dhënat më të fundit zyrtare të publikuara nga Ministri i Financave
tregojnë se të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për gjatë këtij viti kanë postuar një rritje të ndjeshme. Konkretisht për periudhën janar-prill 2025 janë argëtuar afro 59.6 miliard lekë, apo rreth 600 milionë euro detyrime të derdhura nga punonësit e sektorit publik dhe privat në Shqipëri për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Nëse do ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2024, vjet rinj ka përcimi lart në të ardhura, me rreth 6.5 miliard lekë apo 65 milionë euro. E shprehur në përqindje, rritja e të ardhura regjistrohet në 12.2%. Ana tjetër, kjo shifër është rekord për dekadën e fundit, duke u rritur me mbi 60% në raport me vitin 2015. Tatim paguesit që nuk paguajnë në kohë detyrimet e tyre rrezikojnë bllokimin e automateve personale apo të biznesit. Administrata tatimore ka nënshkruar një marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme të shërbimit transportit rrugor, në bazë të së cilës është mundësuar kërkimi i dhënave mbi mjetet e taksa paguesve në kohë reale në sistemin tatimor. Të gjitha tatim paguesit, në zbatim të ligjit në fuqi, duhet të përmbushin në afat shlyerjen e të gjitha detyrimeve tatimore. Pasi në të kundërt, administrata tatimore do të vendosë masa të sigurimit në mjetin e tyre dhe do të zbatojë të gjitha procedurat e mbledhjes me forcë. Tatimet ju bëjnë thirrje shtetarëve shqiptar që të përmbushin detyrimet tatimore në mënyrë vullnetare dhe të mos tjetërsojnë pasuritë e tyre për të shmangur këto detyrime. Depozitat në parën e gjerë paraqiten me zbritje përgjatë muajit prill të këtij viti, sipas dënave më të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Kështu shifrat e muajit të katërt të vitit flasin për 1.376 trilion lekë depozita, rreth 1.381 trilion që ishin në muajin mars të pothuajtit vit. Në muajin prill depozitat në parën e gjerë janë të kurur me 0.35% ose rreth 4.8 miliard lekë krahasuar me muajin mars. Nëse konvertojmë, shohim se rënja regjistrohet në 48 milionë euro. Se përket depozitave në lekë, rënja vlerësohet në 0.76% në terma mujor, duke zbritur në 645 miliard lekë nga 640 miliard që regjistroheshin në muajin mars. Ka krau tjetër ato në valutë regjistrojnë një rritje minimale prej 0.01%, kështu kursimet në valutë regjistrohen në 735.7 miliard lekë nga rreth 735.6 miliard lekë që vlerësoheshin në muajin mars të vitit. Qeveria shqiptare do të marrë një huaj në vlerën e 76.9 milionë eurove me qëllim digitalizimin e shërbimeve në 61 bashki të vendit, për të ofruar më shumë transparencë dhe lehtësi për qytetarët shqiptar. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin shtesë në vlerën 76.9 milionë euro është depozuar tashmë për miratim në Kuvendin e Shqipërisë. Programi synon modernizimin dhe digitalizimin e administratës publike në nivel vendor, duke lehtësuar në këtë mënyrë ndërveprimin e qytetarëve dhe të bizneseve me bashkitë, si dhe uljen e burokracive dhe kohës së pritjes. Pas hapjes së disa kapitujve me Bashkimin Evropian, i radhës parashikohet të jetë kapitulli 27, mjedisit dhe ndryshimit klimatike. Gjithçka u bë me dje nga zëvendësmëriesi i turizmit dhe mjedisit Sofjan Jaupaj gjatë konferencës me temë Menaxhimi integruar i ujrave për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, e zhvilluar nga Akademia e Shkencave. Sipas Jaupajt, ky kapitull konsiderohet si më i vështirë për shkak të vlerës financiare që duhet të investohet për të arritur standardet. E pranishme në këtë konferencë ishte edhe ministre e bujqësisë Anila Denaj, e cila u ndal tek rëndësia e menaxhimit të ujit për ekonominë bujqësore, teksa ndau të dhënat e një studimi mbi nevojën për investime në infrastrukturat bujqësore. Në vitet e fundit, ekonomia shqiptare ka përjetuar një rritje të ndjeshme të totalit të kredisë, duke reflektuar në këtë mënyrë një zhvillim të qëndrueshëm dhe një besim të shtuar në sektorin financiar. Sipas dhënave më të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë, totali i kredisë ka arritur në 870.9 miliard lekë në muajin prill të vitit 2025, me një rritje të konsiderueshme prej 13.1% krahasuar me prillin e vitit të kaluar dhe me një rritje 0.6% krahasuar me marsin e pothuajtit vit. Në terma vjetor, kjo rritje atribuohet kryesisht zjerimit të kreditimit për biznesin. Nga 432 miliard lekë në muajin prill të vitit të kaluar, ajo është shtuar me rreth 53.6 miliard lekë në prill të këtij viti, duke arritur në 485.7 miliard lekë. Rritja përgjatë një viti vlerësohet në 12.4%. Kjo rritje është mbështetur kryesisht nga një rritje e kredisë në valutë, e cila ka arritur në 262.4 miliard lekë nga 222.7 miliard lekë. Përgjatë një viti kredia në valutë u rrit me 17.8%, ndërsa kredia në lekë u rrit me 6.7%.
Qeveria shqiptare ka autorizuar korporatën e investimeve shqiptare për të vepruar si zhvilluesi pronës me qëllim realizimin e projektit të investimit ritësimi i pallatit të lojrave me dorë Aslan Rusi. Sipas vendimit, korporata do të jetë përgjegjëse për hapjen dhe zhvillimin e procedurës konkurruese për përzgjedhjen e partnerit privat që do të zhvillojë pronën nëpërmjet instrumentit të sipërmarrjes, duke bërë këtë entitet autoritet kontraktor. Korporata e investimeve shqiptare u autorizua më herët nga Bashkia e Tiranës për të hartuar një projekt përkatës që sikurse konfirmohet edhe nga vendimi i qeverisë, do të financohet përmes skemës së partneritetit publik dhe privat. Gjithashtu projekti mbështet ringjalljen e sportit në Shqipëri, duke inkurajuar pjesëmarrjen dhe zhvillimin e talenteve të reja. Fermerët në të gjithë vendin do të kenë afat për të aplikuar për fonde në sektorin e bujqësisë dhe në 30 maj dhe më pas do të kalojnë në filtrin e verifikimit të aplikimeve dhe përzgjedhjen e tyre. Aplikimet e skemës kombëtare në mbështetjen e bujqësisë janë hapur në 14 prill dhe sipas të dhënave të AZBR-s deri më 28 maj regjistrojnë mbi 66.000 aplikime, ku interes më të lartë ka patur për mbështetje me naftë falas, me mbi 50.000 aplikime nga ana e fermerëve. Sa i takon shpërndarjes gjeografike, edhe këtë vit nuk ka pasur surpriza, pasi numri më i lartë i aplikimeve është në qarqet ku bujqësia dhe blegtoria është më zhvilluar, si Fier, Korç, Berat dhe Elbasan. Fondet e vëna në dispozicion për fermerët, nga ana tjetër kanë rritur ndjeshëm edhe formalizimin në sektorin e bujqësisë, pasi kushti kryesor për të përfituar është pasja e një nipti aktiv. Në muajin prill të këtij viti, huata e reja të dhëna në total vlerësohen në 32.9 miliard lekë, me një rënje prej 3.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit më parë. Kjo vlerë me ulët është nxitur kryesisht nga rënja e kredisë për bizneset dhe korporatat jo financiare. Për muajin prill të vitit 2025, kredia e re dhënë për bizneset regjistrohet në 20.5 miliard lekë, nga 24.8 miliard që ishte në muajin prill të vitit 2024. Rënja vlerësohet pak a shumë në 4 miliard lekë ose 17.6%. Nëse analizojmë huata dhëna, të cilësuara sipas aktivitetit të tyre ekonomik, rezulton se vazhdojnë të dominojnë në marrjen e kredive tregtia me shumicë dhe pakicë, që përfitoi 8.7 miliard lekë ose 17.2%, më pak krahasuar me prilin e vitit më parë, por ndjeshëm më shumë krahasuar me marsin e të njëjtit vit. Pesha e kredisë që shkon për tregtin ndaj totalit të kredive të dhëna për muajin prill vlerësohet në rreth 43%. Në një kohë kur teknologjia po zhvillohet me ritme të shpejta dhe po implementohet në çdo fushë, edhe rreziqet e sigurisë kibernetike me të cilat përballet Shqipëria po evoluojnë me shpejtësi. Për këtë arsye është dhënë për konsultim publik Strategjia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike 2025-2030, si një dokument i rëndësishëm që përcakton drejtimet për zhvillimin dhe forcimin e sigurisë kibernetike në Shqipëri. Strategjia kombëtare ka si vizion garantimin e një ekosistemi digital të sigurt, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, që nxit besimin, inovacionin dhe përparimin ekonomik të vendit. Teksa Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë synon t'jap me koncesion operimin e trenave të pasagjerëve në rrjetin kombëtar kurrëdor, janë bërë me dije detajet në lidhje me projektin e kurrëdor Tiranë-Durrës-Rinas në drejtim të gjatësisë dhe kohës që nevojitet për përshkrimin e 3 linjave të saj. Kështu e kurrëdha Tiranë-Durrës ka një gjatësi prej 37.9 kilometrash, ndërkohë që koha e udhëtimit do të jetë rreth 36 minuta. E kurrëdha nga Tirana në aeroportin e Rinasit do të ketë një gjatësi prej 15.4 kilometrash, që do të përshkruhet rreth 20 minuta, ndërkohë që Durrës-Rinas ka një gjatësi prej 32.6 kilometrash dhe koha e udhëtimit përllogaritet në 28 minuta. Rehabilitimi i linjës ekzistuese Tiranë-Durrës, si dhe ndërtimi i degëzimit të ri kurrëdor drejt aeroportit ndërkombëtar të Rinasit, është një nga projektet më të avancuara që synon të ringjallë transportin me tren në Shqipëri. Tatimi i paguar nga sipërmarrjet në vend mbi fitimin akumuluar është regjistruar në afro 24.5 miliard lekë, apo 245 milionë euro vetëm në 4 muajt e parë të vitit. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë një rënje të pandjeshme në raport me të njëjtën periudhë të vitit më parë, por krahasuar me planifikimin e bërë, rezultojnë rreth 20 milionë euro më pak. Megjithatë, duket se vetëm në muajin prill të këtij viti, buxheti i shtetit ka argëtuar rreth 70 milionë euro nga ky zë, me rritje prej 13 milionë eurosh krahasuar me muajin prill të vitit 2024 dhe një tekalim plani 26.5%. Nëse do të marrim në analizë ardhurat e 4 muajorit për dekadën e fundit, tatimi i paguar mbi fitimin e bizneseve ka pasur një rritje progresive nga viti në vit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ju, bashkë mirëpafshim.